aspektin ekipor, mendoj që u koni shkëndi, shumë e thonë modhezën të populli Gjilanit, sepse e dim që në Gjilan që një kohë gjatë nuk ka najfar suksesi basketbollit, veç kam fillu komendet pozitive marrë prej tifozëve, prej intelektualve, prej popullatës gjerë në Gjilan, ata kanë shpresin të ardhmen afërt, kanë me mujtë edhe me pa dritën të lujtë prapë në fushën e tëne. Salla është në renovim, që ta kena edhe një mangësi shumë madhe, po shpresojmë që komuna ka me arrit deri në fund sezonit me përfundu renovimin e sallës, që nëse ka smet me një Super League ose Ligë parë vitin e ardhshëm, balla me të qenë lojt vendas me zhvillu në Gjilan. Na teknikisht ne të zhvillu çdo lojë mysafir. E ku jeni të zhvillu ndeshjet si vendas? Ndeshjet në pjesë të parë kampionatit janë zhvillu disa në Kamenic, disa në Prizren, kushdo që ka ofru sallën për ekipën. Për momentin e të zhvillu në Prishtinë ndeshjet si vendas, dhe normal, jena me shpresë që sa ma shpejt kena me mujtë edhe me u rikthy në Gjilan.